Të fshehta të mbretërive të lashtë. Çfarë shihen pas fronit? Pas çdo mbretëri të lashtë, shihen një univers intrigash, strategjish dhe sakrifica që nuk pasqyrohen në mënyrë të plotë nga rrethimet tradicionale. Mbreti shihej si figura më e fuqishme e një shteti, por në realitet pushteti i tij ishte shumë më i prisht nga sa duket. Shpesh ai jetonte në presionin e vazhdueshëm të këshilltarëve, aleatëve armiqve brenda oborit dhe një rrjeti të tërë interesash politike që mund të rrezonin në çdo moment. Para se të merrte një vendim, mbreti duhet të përshonte jo vetëm pasojat për popullin, por edhe për sigurinë e vet personale. Sepse një gabim i vetëm mund të sillte tradhti, gruq, shteti apo vrasje. Jeta e tyre private ishte një tjetër sekret i mbuluar nga misteri. Mbreti shpesh jetonte i izoluar, larg njerëzve të zakonshëm, i rrethuar nga një elitë që kishte po aq ambicie sa ai. Martesat nuk ishin çështje dashurie, por aleanca politike dhe pas çdo kurore fshihen një betejë diplomatike që ndikonte fatin e mbretërisë. Gratë e oborit kishin shpesh më shumë fuqi se sa pranohet sot, duke ndërmjetësuar marrëveshje, duke krijuar lidhje të fshehta dhe ndonjëherë duke ndryshuar drejtimin e historisë me veprime që nuk u dokumentuan kurrë. Po aq të fshehta ishin dhe ritualet, besimet dhe praktikat e tyre. Shumë mbretër këshilloheshin me priftërinë, astrolog dhe dietar të kohës për të marrë vendime të rëndësishme. Në obor zhvilloheshin rita që synonin të mbronin fronin, të largonin mallkime apo të forconin autoritetin e tyre. Disa prej këtyre praktikave mbeten të panjohura nga populli i thjeshtë për të mos rrezikuar figurën e shenjtëruar të mbretit. Një tjetër fshehtë e madhe ishte frika e vazhdueshme nga tradhtia. Mbreti shpesh flinte me sy hapur sepse rrethi i tij i afërt përbëhej nga njerëz që kërkonin pushtet. Vrasjet e heshtura, helmimet, aleancat e fshehta dhe spionazhi brenda oborit ishin pjesë e përditshmërisë së tyre. Obori mbretëror nuk ishte thjesht vend luksi, por një fushë betejë e heshtur ku çdo fjalë kishte peshë dhe çdo gabim mund të ishte fatal. Edhe marrëdhënia me popullin fshihte kontradikta të mëdha. Derisa mbreti paraqitej si figurë drejtë dhe hyjnore, ai duhet të merrte vendime të ashpra për të ruajtur stabilitetin. Tatimet, luftërat dhe ligjet e reja shpesh nuk ishin zgjidhje të lirshme, por reagime ndaj rrethanave që populli nuk i dinte. Kështu krijohej një fasad fuqie, ndërsa brenda mureve të pallatit mbreti luftonte me kohën, presionin dhe fatin. Këto të fshehta tregojnë se të jesh mbret nuk ka qenë kurrë thjesht çështje lavdie. Pas fronit fshihen një botë e ndërthurur me frikë, zgjuarsi, intrigë dhe sakrificë. Mbreti jetonte si njeriu më i fuqishëm i mbretërisë, por shpesh ishte edhe njeriu më i rrezikuar. Në këtë dritë, figura e mbretërve të lashtë shfaqet jo vetëm si sunduese, por edhe si qenie njerëzore që luftonte çdo ditë për të mbijetuar në një botë ku froni ishte shumë barë sesa privilegji.